Ky vendim sot nuk shkon vetëm për ne, shkon për Liridonën, shkon dhe për fëmijët e saj, të cilët nuk do ta shohin më nënën e tyre përjetësisht. Atëherë të nderuara media, faleminderit shumë që ishi prezant në këtë seancë. Ajo se çfarë vërtetua sot është ajo që kemi thënë që nga fillimi, se na jemi së bashku me kushtrimin, duke zgjedhur granitin si vrasës, e kanë organizuar këtë krim. Ky vendim sot nuk shkon vetëm për ne, shkon për Liridonën, shkon dhe për fëmijët e saj, të cilët nuk do ta shohin më nënën e tyre përjetësisht. Andaj, ky dënim duhet të jetë edhe një mësim për gjithë ata, të cilët mundohen apo krijojnë mundësi që ta bëjnë një krim të tillë. Sa i përket kushtrim kokallës, po besoj që gjykata e ka parë ashtu, për këtë mund të folë edhe avokati, se çfarë dënimi kemi pritur ne për të. Sa do pak na ka lehtësuar dhimbjen edhe neve dhe familjes, po besoj që ishte vendim të cilin e kemi pritur gjithë populli shqiptar, jo vetëm ne familja.